Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkurt 18 qershor 2025. Dashi. Në këtë moment perspektivat e mëdha, ose të paktën lajmet e mira janë në dispozicion. Tani është e mundur të ndreqni një lodh. Demi. Është e detyrueshme të shmangni konfrontimet e drejt për drejta, veçanërisht të përpiqeni të pushoni pak më shumë. Në punë duhet pak durim dhe kujdes. Binjakët. Punë të reja, propozime të mëdha apo të vogla, kjo gjithashtu varet nga mosha juaj. Duhet të kujdeseni pak më shumë për gjendjen fizike, ditën e rikuperimit. Në dashuri duhet të gjeni përsëri bashkëpunim. Gaforja. Duhet të luftosh midis dy tendencave të kundërta. Në punë ju pret një kohë e ngarkuar. Beqarët nuk kërkojnë, ata në çift mbeten të pavendosur. Luani. Polemika pa fund, si lëviz dikush ka për të thënë për punën tuaj, për fat ju keni shpatulla të gjera. Sot heshtjet tuaja mund të rëndojnë, të krijojnë keqkuptime. Virgjeresha. Gjithmonë përpiquni të jeni gati në jetën e partnerit tuaj dhe mos e teproni me reagime të intolerancës dhe padurimit që keni jetuar në mënyrë të keqe për disa kohë. Peshorja. E po puna, mere me punë. Mos e humbni syt nga ata që me të vërtet duan t'ju duan. Zhbllokimi i shitjeve, shpenzimeve shtëpiake. Akrepi. Konsistenca dhe dinakëria në marrëdhëniet me eprorët janë kartat fituese për ata që punojnë si i punësuar në një institucion ose në një kompani. Fitnesi fizik është i mirë, nëse keni pasur ndonjë sëmundje ndiheni më mirë tani. Shigjetari. Dashuria mund të jetë protagoniste. Tani ju doni të bëni gjëra që nuk keni bërë kurrë. Britsjapi. Ju dëshironi të fitoni dhe mund ta bëni. Detyra të reja ose mundësi për të treguar vlerën tuaj. Nëse jeni duke kërkuar një pasion ju favorizon. Ju duhet të bëni paqe me një person me të cilin kohët e fundit ka pasur grindje të vazhdueshme. Ujori. Këmbëngulja është e rëndësishme për arritjen e pikave në punë. Në dashuri, qëndroni sa më pranë personit që dashuroni. Peshqit. Nuk është një periudhë e keqe, vetëm se trupi juaj është nënshtruar një stresi të tepruar. Në dashuri nuk jeni të bindur, mos merrni vendime të menjëhershme. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.